7 nga 8 kandidatët për kryetar të Autoritetit të Mediave Audiovizive kanë shpalosur platformat e tyre në Komisionin Parlamentar të Medias. Shumica e kandidatëve gjatë prezantimit kanë deklaruar më së shumti si prioritet ndryshimin e strukturës së këtij institucioni, luftimin e piraterisë, mbrojtjen e të drejtave të autorit, si dhe kalimet nga transmetimet analoge në ato numerike. Një nga kandidatet, Anila Basha, deklaroi se do të rishikojë dhe marrëveshjet me vendet e rajonit për vendosjen e antenave. Nëse do të silem kryetare, do të rishoj marrëveshjet që kemi në vendet Shqipëri, Malmezi, Greqin, Italin, Maqedonin, sidomos për pjesën e antenave ku ato janë të lidhura. Them që dialogu dhe vendosja e tyre në tryezën e bisedimeve do të jetë gjëja kryesore për të shmangur çdo lloj presione. Vullneti për të zbatuar ligjin, bazuar dhe në ligjin e ri, bazuar dhe në strategjinë e qeverisë për digitalizimin e medias sot, pra të shërbejnë një sër vektorësh për të formalizuar, për të disiplinuar tregun mediatik. 8 kandidatët për drejtimin e këtij posti janë Gentian Sala, jurist, Gentian Skëndera, ekonomist, Sokol Hasani, jurist, Anila Basha, gazetare, Zylftar Breku, gazetar, Raif Gorana, ekonomist, En Muçi, ekonomi biznes, Bersado, jurist. Por pas dëgjesës së kandidatëve, deputeti socialist Fidel Ylli kërkoi më shumë vëmendje tek standardi letrar, mbrojtja e gjuhës shqipe, si dhe mbrojtja e pronësisë intelektuale. Por unë doja dija në vizionin e gjithë këtyre kandidatëve, çfarë bëhet me respektimin e standardit letrar të gjuhës shqipe? Çfarë do të bëjnë ta për garantimin e të drejtës së autorit? Nuk dëgjova asnjë nga kandidatët të flasit për këtë lloj vizioni. Por megjithëse këto kandidatura u dëgjuan pa praninë e opozitës, mazhoranca do të presë të fundit për të zgjedhur me konsensus kreun e ri të këtij enti. Por deputetët do të zgjedhin mes 8 kandidaturave 4 më të mirët. Këta 4 do të ridëgjohen në komision dhe opozita ka të drejtë të përjashtojë 2, duke çuar për votim përfundimisht kuvendit 2 kandidatura.